Hello friends, welcome back and happy Thursday. Today is December 4. Today I want to show you my Vlogmas day 4, my 10 rituals in a full dark moon in a December. Kështu që kemi vetëm dark 10 rituals të t'ju tregoj, dhe të ritualet e hënës së plot të errët, dhe kështu që pangur po fillojmë e të shohim se cilat janë ato. Por, para se të fillojmë, ne do ta vendosim edhe adventin e kalendarit Day 4, kështu që është Vlogmas Day 4, i përket full dark moon in December. Kështu që ja ku është Day 4. Ritual 1. Dritat artificiale. Tani, me që ditët janë të errëta, natët janë shumë të gjata, errësira është shumë e gjatë, ne qëndrojmë me drita artificiale, duke e zbukuruar dhe duke ndriçuar shtëpinë dhe duke mos menduar gjithmonë të errësira, që gjithmonë kemi drita artificiale. Dritat janë gjithmonë të bukura dhe gjithmonë të mira. I vendosim që të bëhet dritë në gjithandej. Dritat janë të bukura. Drita të vogla dhe që japin shpresën për ditë. Drita me ngjyra. Drita të bukura. Drita të cilat japin shpresë. Por edhe me ngjyra të kuqe, të kaltërt, oranj, të gjelbërt, për të na dhënë kënaqësinë dhe për të larguar errësirën dhe thatësinë. Drita me aroma dhe me zbukurime. Gjithandej, dritat artificiale apo edhe të qiriut, jo vetëm elektrik. Të bukura gjithandej, me zbukurime të ndryshme. Drita. Drita shumë ngjyrshe edhe në përdritare, me të kuqe dhe shumë zbukuruese, vizulluese. Drita që edhe muret i zbukurojnë. Fantastik. Gjithandej të bukura. Me atmosferë fantastike. Këto janë pra dritat artificiale. Gjithandej. Ritual 2. Pas dritave të cilat i vendosim për ta ndriçuar pak ditën, natën dhe kështu, ne e dekorojmë tani edhe altari. Shiko, altari jonë se si është i dekoruar dhe gjithmonë altaret janë të dekoruara tani me ngjyra shumë të bukura, me të bardha, për ta prit edhe bukur festat e fundvitit, yll, apo qysh është ajo, dhe kështu që shiko se sa bukur dekorimet. Ritual 2 janë dekorimet e festave të fundvitit, të cilat janë këtu me ne. Dekorime të bukur të babagjyshve të ndryshme, gjygjave të ndryshme, dhe kështu dekorime fantastike me të bardha dhe duke e thirr edhe dimrin. Kështu që me motive dimri të ftohta, shiko se sa bukur, zbukurime të ndryshme. Kështu. Kjo ritual 2, dekorimet e fund
vitit. Ritual 3. Tani dimri, cold, ftoft, winter, edhe kështu që tani i nxjerrim edhe tishat e trasha, tishat shumë soft, kështu shumë të trasha të mira, të cilat i kemi shiko, pastaj nxjerrim edhe rroba të trasha këtu kështu me ngjyra të ndryshme, kemi edhe me ngjyra më të mbyllura kështu të fantastike dhe shumë të mira, edhe i nxjerrim gjërat e festave të fundvitit. Shiko, këto të gjitha janë shumë të mira, të trasha, fantastike, i kemi me kolore të ndryshme, edhe me vizatime të ndryshme, kështu që Ritual 3 janë edhe pantullat e trasha, edhe këtu trenerkat, shiko, sa fantastike, sa trasha. Kështu që Ritual 3 janë rrobat të nxjerrim, rrobat e trasha të dimrit. Ritual 4. It's a everyday cold days. Jemi me kapuça, jemi me dorza, jemi me këto jakne të trasha dhe me qizme të tjera. Kështu tash çdo ditë në ditët e thata apo në hënën e thatë të plot jemi cold days. Kështu që është cold, edhe kështu që kjo është Ritual 4, it's cold time, edhe ajri i ftoft. Ritual 5, it's a dark days, long dark days, ditët e errëta, ditët e vranta, so many cloudy days, so cloudy, edhe shiko se sa është, gjithmonë është white, është si errët, është si ftoht, dhe ja ku është, it's a dark days, cold days, edhe kështu që ja ku është Ritual 5 është dark days in a dark moon, full in December. Ritual 6, dark natyre in a dark full moon. Natyra është errët, natyra e keqe. Shiko se si është. Të gjitha pemët janë të zhvishura, të gjitha në tokë. Ato që kanë mbetur janë të thara dhe po vyshkën. Natyra e keqe, natyra e thatë. Gjithandej, kështu që dark natyre in a dark full moon. Natyrë, dark natyra. Gjithandej e ftoht. Asgjë nuk është më. Pra Ritual 6, dark natyra. Ritual 7, snow. In dark day and snow days. Okay, today it's snow falling. It's a snow day, raining day. And today it's a snow. And snow day in a dark days, in a winter time, in a December. Snow and raining in a Ritual 7. Snow. Ritual 8,
ritualitet, errësira pafund, re, gjithçka terret, ftoft, era e cila po fryen, it's a cold wind dhe gjitha fog dhe kështu që errësira e cila ka mbuluar që nga orët e hershme të paraditës edhe deri vonë, gjithçka it's dark, dark day, dark night, edhe dark everywhere, cold wind gjithandej. Kjo është ritual 8, it's a dark night. Ritual 9, waiting for a full dark moon in a December. Ja ku është full dark moon in a December. Welcome! Kështu që na e presim hënën e plot të erët të dhjetorit. Edhe ju pastaj mund ta bëni ritual 10 që është meditimi në prani apo në mbrëmje. Kështu që ja ku është edhe ritual 9, waiting for a full dark moon in a December. Ja ku është. Welcome! Ritual 10, meditimi në mbrëmje. Është më mirë të lët mbrëmja e vonë, e qetë, kësaj radhe jemi pranë dekorimeve të festave të vitit për ta ngjallur pak atmosferën. Jemi veshur me mantelin dhe me këtë këtu, si dhe kemi kësaj radhe edhe qiriun në dorë, të cilat do të meditojmë kështu qetësi. Dëgjojmë vetëm aromën e qiriut, e cilë është një aromë shumë e mirë. Dhe meditojmë, meditimi i mbrëmjes. E dëgjojmë vetëm qetësi. Dhe aromën e qiriut. Dhe kështu meditojmë. Kjo është pra edhe rituali i 10 i fundit i hënës së plot të errët. Kjo pra është sa i përket edhe 10 ritualeve të hënës së errët të dhjetorit të plot. Kështu që kjo është edhe Vlogmas Day 4. Gjithë që pëlqen videon ja bëni like, bëni subscribe për të gjitha videot mia në kanalin tim në Lifestyle. Bye bye and see you tomorrow me Vlogmas Day 5.